Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot do të vjojmë nga cikli i shëmbulltyrave të Jezusit dhe do të trajtojmë shëmbulltyrën e perlës së çmuar, kërkimi që gjen kuptimin e jetës. Vijon rrëfimi i Krishtit mbi shëmbulltyrat tek Mateu 13. Jezusi thot, mbretëria e qiejve është si një tregtar që kërkonte perla të bukura dhe pasi gjeti një perlë me vlerë të madhe, shkoi shiti gjithçka që kishte dhe e bleu atë. Ndryshe nga shëmbulltyra, të cilën ndava dje thesarit i fshehur në ar, këtu kemi një njerëz që kërkon. Ai është tregtar, studiues, eksplorator i vlerës së vërtetë. Ky njeri nuk e gjen mbretërinë rastësisht, por e kërkon me vetëdije. Dhe kur e gjen, kupton se gjithë kërkimi i jetës së tij kishte qenë pikërisht për këtë moment. Një figurë historike që e mishëron këtë realitet është gruaja me emrin Edith Stein, filozofe, nxënëse e filozofit njohur Husserlit, mendje brillante akademike. Për vite kërkoi të vërtetën nëpër libra, teori, sisteme filozofike, por një mbrëmje, duke lexuar shkrimet, ajo has diçka të vërtetë. Pikërisht lexon shkrimin e dikujt i cili në kronikat e tij thot, kjo është e vërteta, referuar Krishtit. Editi hoqi dorë nga karriera akademike, u bë shërptore e Zotit. Dhe më vonë rezulton që vritet në kampet e internimit në Auschwitz për shkak të prejardhjes së saj. Për këtë grua Krishti ishte perla e çmuar. Gjithçka tjetër, sado e bukur, mori rol dytësor. Më lejoni të ndaj me ju disa të vërteta që dua të mbesin. E vërteta e parë. Mbretëria gjen ata që kërkojnë me ndershmëri. Zoti nuk i përbuz kërkuesit, përkundrazi, ai i fton ata. Kërkimi i sinqert është një lutje e heshtër, një shfletim i sinqert i Biblës, i fjalës së Zotit. Të kërkosh Zotin, premtimi është i sigurt, Zoti Jezus tha, kërkoni dhe do të më gjeni, nëse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Së dyti, kur gjendet mbretëria, gjithçka tjetër relativizohet. Tregtari nuk shet gjithçka sepse u rrente gjërat e tjera të çmuara të jetës, perlat e tjera, por sepse ka gjetur diçka pafundësisht më të vlefshme krahasuar me to. Agustini do të shkruante, na ke krijuar për veten tënde dhe zemra jon do të jetë e shqetësuar derisa të pushojë në ty. E vërteta e tretë. Perla është unike, jo një ndër shumë opsione. Alternativa nuk ka dy perla të barabarta. Mbretëria nuk është një alternativë mes të tjerave, por themeli i të gjitha të tjerave. Shoqëria moderne kërkon shumë, por ndalet pak. Kalon nga ide në ide, nga kënaqësi te kënaqësi të tjera, por rrallë herë shtron pyetjen, cila është perla ime, thesari im, për të cilin ja vlen të jetoj. Kierkegaardi thoshte, problemi më i madh nuk është të mos gjesh të vërtetën, por të mos jesh i gatshëm të jetosh sipas saj. Kështu dhe Edith Steini nuk e përdori të vërtetën si ide akademike, por si themelin e jetës së saj. Besoj që Zoti sot dëshiron të na pyes, çfarë po kërkon realisht në jetë? Apo kërkon status, siguri, sukses, miratim apo kuptimin e jetës? Nëse do të gjeje sot perlën tënde, a do të ishe gati të lije për të gjithçka tjetër? Sepse në fakt perla e çmuar kërkon guxim për të lënë pas atë që të mban, për ulësi për të pranuar se ke nevojë për më shumë, vendim për të ndërtuar jetën mbi një themel përjetshëm. Mbretëria e Zotit nuk merret si dekor, aksesor, por si themeli mbi të cilën ti duhet të ndërtosh jetën tënde. Le t'i lutemi Zotit së bashku. I dashur Zot, më jep një zemër që të kërkon ty. Më jep zemër dhe mendje që të dalloj të vërtetën në mes të kaosit dhe konfuzionit të kësaj bote. Më jep guxim që të ndërtoj jetën time mbi fjalën tënde. Dhe kur të kuptoj që Krishti është perla e vërtet, thesari më i çmuar, atëherë, o Zot, më mbush me dashurinë tënde. Në mënyrë që të gjitha gjërat e tjera në këtë botë që kam konsideruar të çmuara përballë thesarit të vërtet, të vetmit dhe më të madhit, të jenë thjesht hije. Bekoj gratë dhe burrat që janë duke ndjekur sot e në vijim o Zot të këtyre meditimeve.
udhëhiqi dhe drejtoi ti, të gjejnë perlën e vërtet, të vetmen për cilën ja vlen të jetosh. Në emrin e Jezusit. Amen. Mi shpresoj të keni gjetur perlën tuaj. E shpresoj që kjo perlë të jetë dashuria për Zotin dhe Zotin mbi gjithçka tjetër. Zoti ju bekoft, mezi pres ju takoj sërish nesër në shëmbëltyrën e radhës.